Rreshtit e dendura të shiut sot në vend kanë rënduar për ditëshmërinë e qytetarëve, kryesisht këtu në kryeqytet. Ne jemi në kudrën e trimave ku edhe ku po shihet se uji ka përfshirë edhe një pjesë të asfaltit. Si rrjedhoi këtyre rresheve, Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca në Prishtinë ka aktivizuar shtabin emergjent për menaxhimin e kësaj situate dhe në mënyrë që të garantohet siguri publike. Ndër të tjera, për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, rresheve të dendura të shiut dhe situatës së rënduar në komunikacion, në koordinim me Drejtorinë e Sigurisë dhe Emergjencave, Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe drejtorët e shkollave, Komuna e Prishtinës ka njoftuar se procesi mësimor për ditën e sotme anulohet. Nga ana tjetër, edhe Policia e Kosovës si rrjedhoi e ndryshimit të kushteve klimatike ka apeluar tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti shoferëve të automjeteve, për kujdes të shuar, për shtatje të shpejtësisë me kushte atmosferike dhe me gjendjen e rrugës, mbajtje të distancës mes mjeteve si dhe ngadalësim gjatë lëvizjes në rrugë të mbuluara me ujë. Ndërkaq për anulimin e mësimit të nxënësve, për gazetën Demos foli dhe drejtori i shkollës së Gjelbërt këtu në kryeqytet. Po, sigurisht që prej drejtorisë arsimit është ardhur njoftimi në bashkëpunim me drejtorinë e emergjencave për shkak të rreshave të mëdha të shiut, edhe probleme që mund të shfaqen gjatë ditës, dhe me pas edhe ma tepër të rreshura, dhe transportit të nxënësave të cilët janë kryesisht edhe në përfshatra, për atë arsye edhe është procesin mësimor. Nuk varet nga drejtoria e arsimit, sigurisht që drejtoria e emergjencave e merr informatën nga instituti për shkak të rreshurave, edhe sigurisht që na njoftojnë me ku ashtu edhe janë deklaruar.